Pse njerëzit e mirë urrehen nga masa? Një nga misteret më të thella të jetës është pse shpesh njerëzit më të mirë, më të ndershëm, më të drejtë, janë ata që përçmohen, lëndohen dhe urrehen më shumë? Kjo është një pyetje që përndjek mendjet më të thella të njerëzimit dhe që kërkon një përgjigje të ndërtuar jo vetëm në përvojën njerëzore, por edhe në analizën psikologjike, sociale dhe filozofike. Njeriu i mirë që sillet me drejtësi, që nuk bën kompromise me ndërgjegjen, që nuk i bën keq askujt, në vend që të duartrokitet, shpesh izolohet, përqeshet apo luftohet. Në një botë ku padrejtësia është bërë normë, mirëdashja duket si kërcënim. Kjo video do të udhëtojë thellë për të eksploruar këtë fenomen të dhimbshëm dhe të vërtetë. Do të shqyrtojmë 20 arsye madhore pse ndodh kjo urrëtie ndaj të mirëve dhe si mund të mbijetosh si njeri i mirë në një botë që shpesh nuk të do. 1. Sepse njerëzit e mirë ndriçojnë errësirën e të tjerëve. Kur je i mirë, kur sillet me drejtësi, ti nuk ke nevojë të akuzosh askën. Prania jote mjafton që njerëzit që nuk janë si ti të ndihen të zbuluar. Pa thënë asnjë fjalë, drita jote e brendshme vën në pa errësirën e tyre. Kjo i bezdis. Sepse e vërteta është e pakëndshme për ata që jetojnë në gënjeshtër. Për pasojë të urrejnë. Jo sepse u ke bërë keq, por sepse ekzistenca jote i sfidon. 2. Njerëzit e mirë nuk bëjnë kompromis me ndërgjegjen. Në një shoqëri ku shumica mbyllin syt për interesa, një njeri që nuk pranon të bëjë kompromis me të vërtetën, përbën problem. Ai nuk i bashkohet masës. Nuk rri me të korruptuarit. Nuk qesh me padrejtësinë. Kjo i bën të tjerët të ndihen keq dhe do preferonin të mos ishe aty. 3. Masa kërkon nënshtrim, jo karakter. Turmat nuk durojnë njerëzit me vullnet të fortë, të ndershëm e të drejtë. Sepse këta janë të pa kontrollueshëm. Janë të parashikueshëm në parime, por jo në manipulim. Turma preferon ata që sillen sipas rrymës. Njeriu i mirë nuk e bën këtë. Ai nuk përkulet. Ai qëndron i drejtë. Dhe kjo është arsye për urrëtie. 4. Njerëzit e mirë janë të pavarur mendërisht, të mirët nuk ndjekin turmën. Ata mendojnë vetë. E analizojnë çdo gjë. Nuk besojnë verbërisht, nuk binden nga presioni i masës. Kjo e acaron median, sistemin, madje edhe familjen nganjëherë. Sepse të gjithë duan dikë që bindet, jo dikë që pyet. 5. Njerëzit e mirë nuk kanë nevojë të bërtasin, ata nuk kanë nevojë të bëjnë zhurmë për t'u dukur. Nuk kërkojnë vëmendje. Dhe në një botë ku suksesi matet me ndjekës, klikime dhe famë, përulësia keq kuptohet si dobësi. Por në të vërtetë, është shenja e forcës së vërtetë. 6. Ata e shohin përtej maskave, njeriu i mirë ka intuit. Ka empati. Kupton shpejt. Ai e sheh të vërtetën përtej fasadës. Dhe kjo e bën të rrezikshëm. Sepse demaskon pa folur. Thjesht nga qetësia, sjellja dhe shikimi i tij. 7. Sepse njerëzit kanë komplekse inferioriteti, kur dikush përballë tyre është i ndershëm, i drejtë dhe i mirë, shumë ndihen të vegjël. Në vend që të frymëzohen, ata ndihen të kërcënuar. Sepse njeriu i mirë i kujton çfarë ata nuk janë. Dhe kjo i dëmton egon e tyre. 8. Sepse njeriu i mirë nuk ka frikë nga e vërteta, ai flet të vërtetën. Jeton sipas saj. Dhe kur dikush flet të vërtetën në një shoqëri të ndërtuar mbi mashtrime, bëhet armik. Të mirët nuk heshtin kur duhet të flasin. Dhe për këtë urrehen. 9. Sepse të mirët nuk mund të kontrollohen, njerëzit që kanë principe janë të pakorruptueshëm. Ata nuk janë përshitje. Nuk bëjnë kompromis me nderin. Kjo i tmeron ata që e kanë ndërtuar suksesin mbi manipulimin. Sepse nuk mund t'i përdorin. 10. Sepse njeriu i mirë i vendos kufit, ai nuk është i gatshëm të lejojë që të tjerët të përfitojnë prej tij pafundësisht. Ai thot jo. Dhe kjo i bën të tjerët të mërziten. Sepse kanë mësuar ta përdorin të mirin pa ndëshkim. 11. Sepse njerëzit nuk e durojnë dot dikë që nuk ka nevojë për ta, njeriu i mirë është i plotësuar nga brenda.
Ai nuk ka nevojë për pëlqimin e të gjithëve. Ai nuk përkul veten për të marrë miratimin e të tjerëve. Kjo e bën të pavarur emocionalisht. Dhe kjo krijon zili 12. Sepse njerëzit se kuptojnë thellësinë, shoqëria moderne është sipërfaqësore. Gjithçka është për dukje, për imazh. Njeriu i mirë është i thellë, është filozofik, është reflektues. Masa nuk ka durim ta kuptoj. Për ta, ai është i çuditshëm. 13. Sepse të mirët nuk janë pjesë e intrigave, ata nuk përfshihen në drama, thashë theme, lojra. Dhe në një shoqëri që ushqehet me kaos, dikush që qëndron i qetë shihet si armik. Sepse nuk bashkohet me lojën. 14. Sepse njerëzit e keqtrajtimit nuk din të përballen me dashurinë, shumë njerëz janë rritur me dhunë, shpërfillje apo manipulim. Kur përballen me një njeri që i trajton mirë, nuk din si të reagojnë. Friksohen. Mendojnë se është një kurth. Dhe për këtë e sulmojnë. 15. Sepse bota është mësuar të shpërblejë të padrejtët, njerëzit që gënjejnë, mashtrojnë dhe manipulojnë shpesh ngjiten lart më shpejt. Dhe kjo krijon frustrim te njerëzit e ndershëm. Krijon një botë ku e mira shihet si humbje. Dhe njeriu i mirë shihet si budalla. Kjo është tragjedia. 16. Sepse njeriu i mirë nuk ndjek modën, ndjek të vërtetën, ai nuk shkon atje ku shkon turma. Nuk e ndëron mendimin sipas rrjeteve sociale. Nuk sillet sipas rrymës. Kjo e bën të pazakond. Dhe shoqëria e përbuz atë që nuk i përket masës. 17. Sepse të mirët ngjallin ndërgjegjen e fjetur të tjerëve, vetë prania e një njeriu të mirë bën që të tjerët të ndihen në faj për atë që nuk bëjnë. Ai është një pasqyrë që u kujton të gjithëve sa shumë janë larguar nga vetja e tyre e vërtetë. Dhe për këtë ndëshkohet. 18. Sepse njerëzit kanë frikë nga ata që nuk kanë frikë, njeriu i mirë nuk ka frikë nga e vërteta. Nga humbja. Nga të qenit vetëm. Ai është i lirë nga brenda. Dhe njeriu i lirë është armiku më i madh i çdo sistemi që kërkon kontroll. 19. Sepse njerëzit duan justifikime, jo pasqyrë, ata duan të besojnë se janë mirë edhe kur sillen keq. Njeriu i mirë u aprish këtë iluzion. Pa e thënë, ai e nxjerr zbuluar boshllukun e tyre. Dhe kjo krijon urrëtie të fshehur. 20. Sepse Zoti i vendos të mirët si prova për të tjerët, së fundmi, ndoshta e gjitha ka një kuptim më të thellë. Ndoshta të mirët janë vendosur në këtë botë jo për t'u duar trokitur, por për t'u bërë provë. Ata janë provë për ndërgjegjen, për njerëzimin, për shpirtin e secilit. Prandaj urrehen, sepse janë dritë në errësirë, si të mbijetosh si njeri i mirë në një botë që shpesh nuk të do, mos u bë si ata që të lënduan. Ruaj pastërtinë tënde, vendos kufi. Të jesh i mirë s'do të thotë të jesh i përdorshëm, zgjidh shoqëri që të vlerëson. Edhe një njeri i vetëm që të kupton, mjafton, mos kërko miratim. Ti je i vlefshëm edhe në heshtje, qëndro i drejtë. Edhe kur të duket se askush nuk të sheh, beso në shpërblimin hyjnor. E mira nuk humb. Mund të vonoj, por nuk humb kurrë. Nëse je një njeri i mirë dhe ndihesh i vetmuar, i përçmuar apo i papranuar, mos harro, nuk je vetëm. Bota ka ende shpirtra të dritshëm si ti dhe ndon se masa ndoshta nuk do të kuptoj sot, ti po mbjell dritë për nesër, dhe kur një ditë bota të kuptoj çfarë vlere kishe, ti do jesh ende i njëjti. Sepse të mirët nuk ndryshohen nga urrëtia. Ata e tejkalojnë atë me dashuri.